Mirë, ne rikthehemi sërish në studio në këtë transmetim të drejt për drejt, këtu në ekranin e televizionit Fox News. Vjem të mbetemi po së bashku në hapësirën e intervistës. Do të jem në një komunikim të drejt për drejt me avokatin Altin Goxhaj. Avokat, të përshëndes, faleminderit që je sot në Fox News. Përshëndetje dashur, kënaqësi që jam. Do të isha dje normalisht, por ishte pamundur për mua teknikisht. Prandaj jam sot. Qartë. Avokat, në fakt, këtë hapësirë do duhet ta nisnim ndryshe, por patjetër që ne do t'i prekim të gjitha zhvillimet. Fillimisht, do doja të diskutonim së bashku për ngjarjen e rëndë të ndodhur pasditën e sotme, atë të vrasjes së një gjyqtari në detyrë për gjyqtarin e ndjer, Astrid Kalaja. A është kjo një goditje e rëndë dhe një goditje e madhe ndaj drejtësisë dhe reformës në drejtësi të trumbetuar kaq shumë nga politika shqiptare, cilat janë pasojat që sjell më pas kjo ngjarje dhe me çfarë sfidash do të përballemi pas kësaj ngjarje? Unë mund ta them me plot gojën që ngjarja e sotme është një moment kyç për të shpjeguar se si ka dështuar reforma Soros drejtësi për popullin, por për mua si ka qenë suksesshme për Sorosin dështimi për popullin i reformës Soros drejtësi. Ngjarja shumë e dhimbshme, shumë e rëndë, është e papranueshme në çdo lloj kuptimi të fjalës. Unë mund të them që zoti Kalaja që humbi jetën sot në kushtet e një atentati nga një person që ishte palë ndërgjyqëse në një çështje të zakonshme të drejtësisë shqiptare, tregon se si kemi degraduar dhe mbi të gjitha, se si ky mund të konsiderohet si viktima reale e radhës do thoja, e reformës Soros drejtësi. Kujtojmë qytetarin që vrau veten pak kohë më parë, duke pirë helm përballë spakut. Kujtojmë shumë njerëz që kanë humbur jetën në burgje apo që s'morën kurrë drejtësi, dhe gjyqtarët, prokurorët, avokatët, trupa administrative gjyqtarëve dhe vetë gjithë palët ndërgjyqëse janë të gjithë viktima në histori, po të gjithë kemi fajin tonë dhe pjesë e fajit jemi të gjithë bashkë për faktin se e toleruam mafjen Soros që të marrin kontroll drejtësinë shqiptare dhe ta bëjë gjyqin kafkian në kuptimin e një labirinti, që ti nuk e zgjedh kur problemin dhe kur fiton nuk e i kënaqur për shkak se vetë sistemi është bërë i tillë që të shkatërrohet nga e para dhe deri në fund çdo element i procesit gjyqësor. Një gjykatë sot ka aq shumë çështje sa gjenit ishte do arrin do t'i mbulon të gjitha me arsyetimin e dur çdo ligjor. Por ndërkohë dua të kujtoj faktin që qytetarët nuk e kuptojnë se si ka dështuar reforma dhe i gënjen mendja se do shkojnë në gjykatë dhe do marrin drejtësi. Dhe kjo është frustrimi për katës kur konstatojnë që ata s'mund të marrin drejtësi. S'mund të marrin drejtësi në kuptimin që në dy palë njëra do fitojë, nuk mund të fitojnë të dyja. Dhe natyrisht që njëra do ketë pak kënaqur. Problemi qëndron që nuk ka drejtësi fare, as për fituesin dhe as për humbësin. Pasi vetë procedura, sistemi është bërë i tillë që të dështojë nga ANJ. Dhe unë ta konsideroja këtë si një moment të rëndësishëm për ta vlerësuar faktin që sot qytetarët shqiptar nuk kanë asnjë shans të marrin drejtësi për shkak se vetë sistemi gjyqësor është bërë i tillë që çdo gjyqtar është në punën civile i qeverisë dhe çdo prokuror është një ushtar i qeverisë. Për shkak se kështu është ndërtuar sistemi. Po kjo qeveri çfarë është? Është qeveria e inteligjencës artificiale, qeveria e Partisë Socialiste? Jo. Kjo nuk është as qeveri. Kjo është një pushtet absolut i një satrapi, i cili ka ndërtuar këtu ku ndodhem unë pranë Bashkisë Tiranë, për të folur dhe për çështën e Bashkisë, që është monumenti i surratit e Tiranës, Gjoja Sigurisë Skënderbeu, që është pikërisht momenti që përcakton se kush është gjithçka në këtë vend. Çdo fytyrë gjyqtari, çdo fytyrë prokurori, çdo fytyrë polici ka fytyrën e Edi Ramës, jo sepse ata duan, por sepse ata kanë humbur komplet ekzistencën e tyre profesionale dhe statusin e tyre profesional për shkak se ky sistem këtë skem ka ndërtuar. Një nga arsyet që ne shohim ngjarje si kjo sotme është edhe kërcënimi dhe shantazhimi dhe zhvlerësimi që i bën kryeministri i këtij vendi çdo gjyqtari që nuk e vendime siç do ai, që janë raste të rralla, por që ai nuk i toleron ato raste. Sepse gjyqjet duhet të jenë të qeverisë, në sensin që duhet të jenë të Edi Ramës. Edhe rrëmuja totale që ndodh me pronat dhe me palë ndërgjyqëse në një proces pronash apo në çdo fushë tjetër të jetës, pasi siç e tha dhe zoti Ndoka përpara dhe jam shumë dakord me të,
këtu gjithë merren me spakun dhe kjo është gënjeshtra e madhe që ka sajuar media e Sorosit dhe populli viktim i lavazhit të trurit që i bëjnë çdo natë lavazhorët e trurit që janë gjithë këta analistët dhe gazetarët dhe intelektualët e sistemit, të cilët bëjnë sikur po diskutojnë çështjen prioritare, që është spaku. Në këtë vend problemi i parë është që s'ka drejtësi fare. Mos harrojmë që një nga 3 shtyllat bas që e mban një shtet në këmbë është drejtësia. Në këtë vend nuk ka drejtësi sepse atë ka marrë Sorosi. Dhe nuk ekziston, është shkretuar totalisht. Domethënë, nuk është se ti ke një drejtësi të njashme, ti s'ke drejtësi fare. Drejtësia ka humbur kuptimin e fjalës drejtësi. Nuk ekziston në një proces gjyqësor që fillon sot në mashtrat. Na vendos përballë gjithë ky background apo qoftë edhe kjo ngjarje avokat. Unë dua të falenderoj Fox News-in që sot bëjmë vitin e 8 për hyrë për KI9 i transmetimeve të së dielave në 4:30, ku që ditën e parë që janë ftuar, këtu në 2017, në tetor 2017, pikërisht ngrida problemin kryesor që Shqipëria po shkretohet dhe do shkretohet drejtësia. Por ato ishim zëra, si thosh, të humbur në censurën e madhe, vetëm Fox na dha dritë dhe zë në komunikimin publik mbi këtë temë. Dua ta theksoj këtë fakt që Foxi ka qenë vetmi po themi vetmja dritare në Shqipëri që ka folur në vitin 2017 se si kjo reformë Soros drejtësi do shkretojë drejtësinë shqiptare. Dhe ja ku jemi sot që ndodhin dhe këto ngjarje të cilat janë të natyrshme, po të mendojmë se si ka degraduar i gjithë sistemi i drejtësisë në Shqipëri për popullin dhe si ka qenë kaq perfekt për Soros sipas planit dhe projektit të tij që ka pas. Dua të kujtoj faktin që për ta konsoliduar dështimin e drejtësisë për popullin dhe suksesin e saj për Sorosin, pasi këto dyja janë të lidhura bashkë. Sorosi synon të shpopullojë Shqipërinë dhe që ta shpopullojë duhet krijojë dhe mjedisin e dur të besimit shqiptarëve që në këtë vend nuk jetohet. Themeli është një ndër themelët është drejtësia. Në një vend që s'ka drejtësi, për çfarë do jetosh, për çfarë do rish, ti s'ka asnjë garanci për jetën tënde, për pronën tënde, për mundësitë tua, për asgjë. Dhe këtu për ta konsoliduar Rama vuri këtë Lamllari, si e ka ky Besfort Lamllari, i cili është një nga autorët e reformës Soros drejtësi, një nga zëqët e kyçe Soros, që punoi për ta bërë këtë drejtësi kaq të dështuar për popullin dhe kaq suksesshme për Sorosin. Dhe unë mendoj që nuk kam çfarë i them qytetarëve shqiptar më shumë se kaq lidhje me këtë gjë, sepse kam 8 vjet që u paralajmëroj dhe siç e pat në zgjedhjet e fundit në 11 maj, unë nderova në qarkun Tiranë vetëm me 2000 vota të numëruara, para se mund të kenë qenë deri në 3000, po jo më shumë, që tregon se çfarë qytetarësh jemi dhe në fund fare se si e gatuajnë vetë çorbën, të cilën ham, duke mbajtur këtë në pushtet dhe duke mos bërë kur zgjedhjen e duhur përballë historisë. Siç më keni thënë dhe në këtë televizion këtu e 8 vjet më parë, unë vuaj nga sindroma e Kassandrës të Iliadës, ku Kassandra i thoshte trojanëve mos e futni atë kal Troje në Trojë se do ju djegë Trojën. Në atë kohë ato ju thash, mos e fusni Sorosin në Shqipëri, mos e leni që t'ju marrë drejtësi, mos e leni që t'ju marrë pushtetin, të kontrollojë klasën politike, sepse ky do jetë përfundimi. Më kanë dëgjuar shumë pak njerëz me shoh, dhe njerëz do vënë vuajnë atë që kanë gatuar vetë ata, do korrin atë që kanë vjedhur. Qartë, avokat, ne ndërkohë do të ndalemi dhe do të diskutojmë edhe zhvillimet të tjera sa i takon aktualitetit politik në vend, por nuk mund ta lija jashtë kësaj kornize apo jashtë kësaj dritarjeje edhe këtë ngjarje kaq të rëndë dhe një ngjarje e cila duhet të jetë një këmban alarmi për në vijim. Avokat, ka patur një debat shumë të madh gjatë javëve të fundit, një debat i cili lidhet me zgjedhjet e pjetshme në qashtë bashki të vendit, përfshirë këtu edhe kryeqytetin, pra Tiranën. Në Asamblenë e Partisë Socialiste, kryeministri Rama prezantoi Ogerta Manastirliun si kandidatën e Partisë Socialiste për bashkinë e Tiranës. Një kandidaturë e cila u shoqërua me debate, por me më shumë debate u shoqërua edhe pritja sa i takon gjetje si një kandidati të mirëfillt nga ana e opozitës, konkretisht Partisë Demokratike. Duket sikur e kemi tashmë të qartë garën për bashkinë e Tiranës. Do të kemi një artist, do të kemi
një aktor prezantues së fundmi, Florian Binajn, përballë Ogerta Manastirliut. Ndërkohë që kemi këto dy figura në ato peshoren tënde, gjithmonë avokat, cili është vlerësimi? Unë do të thoja që sot kam rastin që të shpall dhe një model tjetër sjellje në një fushat elektorale ku do të prezantoj veten time si një kandidat që nuk do të jetë kandidat. Me faktin që do prezantoj veten time si një kandidat për Bashkinë Tiranë, i cili nuk do të kandidoj, por në thonjza kandidat për Bashkinë Tiranë për treguar se çfarë do duhet bëjë këtë bashki dhe për të ndikuar në këtë proces zgjedhor me ato që unë do të prodhoj në narrativën publike mbi Bashkinë Tiranë, që kam dhe sfond prandaj dhe kam zgjedhur, se si do duhet ishte. Edhe për ndikuar tek fushata e, nëse do të kishim një fushat të përbashkët të gjithë forcave opozitare, në raport me kandidaturën e Edi Ramës, që është një Edi Ramë me surrat femra, po prapë Edi Ramës, sepse është thjesht një zgjatimi i tij, është një fotokopje e tij, që do jetë Ogerta Manastirliu. Dhe arsyeja pse do e bëj këtë gjë është dhe për të treguar në opinionin publik, sidomos tek zgjedhësit, se çfarë do duhet bëj në këtë qytet, çfarë do duhet bëj në këtë bashki, raport me kandidatin e opozitës, nëse do konsideronim kështu, që mund të ishte, siç e thatë dhe ju, Florian Binaj, një aktor, i cili ka dhe një rol aktivizmi të erpasershëm në narrativën publike, por dhe me një angazhim pare të shkurtër politik dhe një sjellje politike të caktuar në gjithë këto vite. Arsye pse unë do e bëj këtë gjë, gjatë gjithë kësaj kohe që do jetë fushata, do e bëj që të ushtroj një lloj ndikimi edhe vetë ke konceptet që ka kandidati dhe formacionet politike dhe vetë qytetarët në raport me nevojat që ata kanë në këtë qytet. Pra, unë sot do të jem në ditën e time të parë si kandidat që nuk do kandidoj për Bashkinë Tiranë. Kjo term absurd ndukje, në fakt është shumë i arsyeshëm për faktin se unë do të prezantoj se ç'do duhet të bëja unë po të isha, në logjikën që çfarë do duhet të bënte edhe opozita po të ketë një kandidat fitues. E bën se bën, këtë do ta shohim gjatë zgjedhjeve, këtë do e shohim gjatë ditëve në vazhdim, dhe mbi të gjitha do të ndikoj, besoj edhe që të ndryshoj, nëse do ishte e mundur, edhe sjelljen dhe qëndrimin dhe pozicionin politik kandidatit të opozitës në raport me fushatën e tij. A mund ta bëjnë gjë të tillë? Kjo do vërtetohet në datën 9 nëntor nga rezultati i votave dhe nga sjellja elektorale e kandidatit. Arsyeja pse unë po e paraqes këtë lloj modeli ka të bëjë me faktin se ne kemi parë prej 10 ditësh kandidat me shumicë, kemi parë kandidat që thonë jam çuni mirë, jam gocë mirë, trus mi bro, pra më beso mua, por askush nuk ka treguar asgjë se çfarë do duhet bënte për këtë qytet sipas perceptimit të parë. Nuk thash paraqisje program elektoral. Por askush nuk tha se do kandidojë dhe çfarë mund t'i ofrojë këtij qyteti. Çfarë ai ka parë si një qytetar aktiv, i interesuar për këtë qytet, me një pozicion caktuar, që është e nevojshme për këtë qytet. 10 ditë janë mjaftueshme, ja unë sot po dal për të parë, dhe ju them disa nga gjërat që askush si ka trajtuar dhe kanë qenë domosdoshme për të thënë. Madje unë do të kujtoja faktin se kemi pas situatë kaq groteske në momente caktuara të këtij 10 ditë nga opozita, e cila ishte e pafshë që të prezantonte një kandidat vetin, sepse aty kishte një garë, siç e tha miku im Maulon Karea, për të mos kandiduar, jo për të kandiduar, për faktin se në opozit, ose më saktë në PD, edhe në partitë e tjera, ekziston gjithmonë terrori brendshëm psikologjik i çdo kandidati të mundshëm, që do ja fusi partia vet. Dhe kjo nuk është një gjë e çuditshme, se kjo ka ndodhur. Pam dhe 11 maj. Pra, ne jemi përballë një realiteti të dështimit të klasës politike dhe vetmja shpresë mbetet një kandidat i pavarur, i cili do duhet përfaqësonte gjithë spektrin politik. Sepse vetë klasa politike është e paaft të prezantojë një kandidat të vetin, se cila partia, po bashkëpartit apo një koalicion. Për shkak se ato kanë dështuar narrativ dhe halli më i madh që kanë është si do ta mbulojnë këtë si thosh dështimin e tyre dhe falimentin e tyre që kanë shpallur gjatë 7 muajve të fundit, kur e dinin shumë mirë që do kishte zgjedhje në Tiranë dhe i kryuan bindjen publikut që kush do kandidojë është ai që do digjet. Dhe arsyeja pse doli që do digjet ai kandidat nuk lidhe me faktin se nuk do fitonte. Sepse nuk është e thënë të fitosh. Varet nga shumë faktorë. Kemi sistem zgjedhor krejtësisht shkatërruar, kemi sistem zgjedhor krejtësisht manipuluar, kemi sistem zgjedhor krejtësisht që kontrollohet nga pushteti,
dhe humbja është e mundshme. Por arsyeja pse njerëzit kanë pas në brenda formacione politike që të prezantohen si kandidatë, partitë vetë prodhojnë kandidat, është se është e vështirë gjesh një kandidat brenda opozitës, i cili të ndihet i qetë që do ketë partinë pas krave si mbështetje dhe ose i thik pas shpine. Pra kjo është degenerimi dhe dështimi i klasës politike. Tani shkojmë ke realiteti ku jemi, konkreti. Data 9 nëntor, caktuar data zgjedhjeve, ndërkohë opozita nuk ka çuar në gjykatë kushtetuese asnjë padi, po të gjithë shpresat i kanë ke Erion Velia, ke padia që ka bërë Erion Velia. Që kjo tregon dhe një dështim tjetër të gjithë partive politike që asnjëra s'ka çuar në gjykatë kushtetuese rrëzimin e këtyre zgjedhjeve për arsye se janë antikushtetuese. Është shkelur çdo lloj parimi kushtetues në raport me këto zgjedhje. Dhe vetë koha e shkurtër që ata kanë përcaktuar, e gjitha është në favor të pushtetit. Tani, e para që do kujtoja është fakti që në këtë grotesë që kemi parë disa jave, kemi parë që Partia Demokratike propozon të emra përfaqësues të fondacionit Soros, siç ishte Ermal Asimja. Pse them përfaqësues? Nuk po them që ka lidhje me fondacionin, po them përfaqësues. Vetëm 2 vjet më parë, megjithëse tashmë ka fshirë Soros nga faqja e vet, Ermal Asimja ishte antar i bordit fondacionit Soros, bordit drejtues. Dhe në të gjithë media për 10 vjet është del televizor si përfaqësues i fondacionit Soros, duke mbrojtur fondacionin Soros në debate për fondacionin Soros. Pra, kur ka një debat që organizohet për fondacionin Soros, kuptohet, unë nuk mund të jem i ftuar, vjen si përfaqësues i fondacionit Soros Ermal Asimja. Në datën në shkurt të 2017-s, ju e keni Ermal Asimjen si përfaqësues i fondacionit Soros duke bërë avokatën e fondacionit Soros. Po ashtu e keni Ermal Asimjen, si thosh, në të gjitha narrativat, si një nga personat që mbron agjendën LGBT. Pse përmenda tani këto 2 elemente? Sepse ka të bëjë me kandidatët e mundshëm, apo në këtë rast kandidatin potencial që diskutohet që të jetë përfundimtari, Floran Binaj. Në këtë qytet, një kryetar bashkie, përballë një sistemi të tillë, duhet të ketë disa prioritete. Dhe unë po të isha kandidat për kryetar bashkie, një nga gjërat e para që do i thoja qytetarëve, po nga të parat fare, të shpejtat, do të ishte lufta për të ndaluar çdo organizatë LGBT që të fusi hundet e tyre të ndyre të organizatave LGBT për të prekur fëmijët e Shqipërisë për shkolla, për të bërë agjendën e tyre të ndyrë LGBT që bëhet pjesë e agjendave ndërkombëtare, të cilat Amerikë po i nxjerrin çdo ditë më shumë nga çdo shkollë, nga çdo sistem arsimor dhe nga çdo strukturë që ka të bëjë me fëmijët. Pikërisht Ermal Asimja e mbronte këtë gjë, pyetja është çfarë mendimi ka Floran Binaj? Floran Binaj ka drejtuar emisionin Piranjat në Syri. Tani pyetja e parë është, kush është qëndrimi i Floran Binajt për të mbrojtur fëmijët e Tiranës me të gjitha mjetet që ka për agjendën LGBT? Kujtoj një moment tjetër të dytë. Kemi vitin 2020-2021 kur u bë pandemia dhe kërkonin të vrisnin fëmijët e Shqipërisë dhe të rinjtë e Shqipërisë me vaksina. Në atë kohë ne protestonim dhe shpëtuam jetën e fëmijëve shqiptar, dhe unë këtë po e them me plot gojen, jetën e fëmijëve shqiptar dhe të rinjve shqiptar nga vaksinimi me helmin e Bill Gates. Pyetja është çfarë qëndrimi ka pasur, ka dhe do të ketë Floran Binaj në raport me pandemitë. Nëse mund vijë një tjetër, mund vijë një plan tjetër. Unë e kam një qëndrim, e kam treguar. Qëndrimi im do të ishte për të penguar, sabotuar të gjithë sistemin shtetëror qendror në raport me futjen e fëmijëve në shkolla pa certifikat vaksinimi. Ju e dini shumë mirë terrorin që kanë prindërit, që duhet gjejnë zgjidhje, ndonjëherë dhe duke e shkelur ligjin, për të futur fëmijët e tyre në shkollë të pavakcinuar me vaksinat e prodhuara nga Big Pharma, të cilat konsiderohen dhe një nga shkaqet e dyshuara të autizmit. Kjo është një ndër çështjet që diskutohet kudo në botë. Po ndërkohë edhe fakti që ne fëmijët e dikurshëm që kishim ato vaksinat e komunizmit që vinin nga si thosh ndërmarrje ndërkombëtare, të cilat ishin interesuar për të rritur gjatësinë e Evropës lindore, sipas parimeve të Evropës lindore, nuk i merrshëm nga perëndimi. Dhe ja ku jemi sot, viteve 70, ne që kemi linat brez, s'ka gjetë gjë nga ato. Por ne kemi parë se si fëmijët e sotëm janë kaq vulnerabël ndaj smundjeve. Do thonë një çlidhje ka kandidat për kryetar bashkie me vaksinat dhe me pandeminë. Po kujtojmë ka përballë. Ka përballë vdekjen, ka përballë ministrin e vdekjes, Ogerta Manastirliu. Ajo që luftoi me ne dhe ne luftuam me të dhe ne fituam ajo humbi, që ishte vrasja e fëmijëve të Tiranës nëpërmjet vaksinave. Po sa ka vrar Manastirliu në spitale me protokollet e Bill Gatesit? Po sa ka vrar kandidatja e Partisë Socialiste
me ata që u vaksinuan për shkak të sistemit. Ata që vdiqën për shkak të kurave të ndaluara dhe kurave vrasëse që u realizuan në Shqipëri. Një vegël e OBSH-s e cila i shërbeu vrasjes së qytetarëve shqiptar. Mjafton shkem varreza dhe shohim varrezat që janë plot me djemë të rinj, mosha të reja, të cilët kanë vdekur nga turbokanceri. Pra, ka lidhje në Tiranë kandidati për kryetar bashkie edhe me pandeminë, përballë ka vrasjen e fëmijëve, vrasjen e prindërve, vrasjen e vëllezërve, vrasjen e motrave shqiptarëve. Pra, ka lidhje qëndrimi i tij për të krijuar dualitetin përkatës. Unë di se çfarë do bëja. Do të ndërtoja një mekanizëm sabotimi total të sistemit qeveritar, do t'i hapja shkollat në bazë të asaj që quhet ligji, quhet Konventa për drejtat e fëmijëve dhe legjislacioni jonë dhe kushtetuta për të drejtën e arsimit për çdo fëmijë, i vaksinuar apo i pavaksinuar. Pyetja e tretë. Ne jemi një qytet që nuk ka ujë. Ne jemi kryeqytet që nuk ka ujë. Mund të jemi kryeqyteti vetëm në Evropë. A mund të bëj një kandidat për kryetar bashkie në fushat të thotë do sjell ujin për këto 2 vjet? Do ishte një gënjeshtër, 1 vit e gjys, që them 2 vjet. Do ishte një gënjeshtër, por ama pare mirë, unë do të propozoja dhe do të realizoja projektin e ujit. Çfarë është projekti i ujit? Projekti i ujit do të thotë që ti të bësh gjithçka gati, të gjesh fondet, ndërkombëtarisht dhe lokalisht, se buxhet ka bashkia, do të bëja çmos që të siguroja një projekt të mirë inxhinierik, por shumë të mirë, duke angazhuar dhe studio të specializuara ndërkombëtare për këtë qëllim, dhe duke ndërtuar grupe ekspertë shqiptar, të cilët do të ndërtoni një projekt për ujin, që në vitin 2027 do duhet vetëm një buton për ta shtypur për të filluar realizimin e projektit. Se nuk mundet dot në këtë periudhë të shkurtër të thuash do sjell ujë 24 orë shtëpi. Por pas sjell ujë 24 orë shtëpi, për çfarë duhet një kryetar bashkie? Uji 24 orë është kushti numër 1, për të pasur një qytet normal. Elementi 4. Unë do të kujtoj që projekti i Edi Ramës për të shpopulluar Shqipërinë synon dhe nxjerrjen e jetës shqiptarëve me çdo mjet duke shkatruar mënyrën e jetesës shqiptarëve dhe duke bërë atë në kulmin e degradimit plot. Dhe një nga projektet më të themelore që ka Edi Rama në projektin që do zbatojë Manastirliu në ditët që vinë, në muajt që vinë, në vitet që vinë, për nëse ajo do zgjidhë kryetare bashkie, do të ishte lënia palar e shqiptarëve në Tiranë. Edhe një herë, lënia palar e shqiptarëve në Tiranë që jetojnë në pallate. Pse? Sepse projekti i tyre synon që mbas zgjedhjeve, siç e kanë deklaruar, do të heqin të gjithë depozitat nga tarracat, që ne të rrim pa ujë. Pra ujë se 4 orë skemi, do na heqin depozitat që na sigurojnë një komoditet jete që mund të lajmë me dush, e do na kthejnë prapë kanaçet. Sepse nuk del koha që ti jesh pikërisht në gjithë orar kur vjen ujë, dhe të gjithë në orar kur vjen ujë, edhe të arrin të mund të lahen dot, sepse do ishte pamundur teknikisht. Por shkaq se ky është qyteti jon për 35 vjetësh me sistemin e ujësjelljes. Pra, koncepti është a du të mbrojë kryetari i bashkisë që ka kompetencë absolute, qytetarët nga e drejta 24 orë e ujit që kanë aktualisht nëpërmjet depozitave, unë do ta bëja. Do ta angazhoja të gjithë bashkinë po të isha, që të mos lejonte kërkën të guxonte që të ishte depozitat shqiptarëve. Po çfarë bëj Rama këtë gjë? Do e bëjnë nëpërmjet administratorëve të pallateve. Kush i ka administratorët e pallateve? I ka Edi Rama. A janë zgjedhur në mënyrë të ligjshme? Jo, nuk janë zgjedhur në mënyrë të ligjshme. Ka të dhëna të plota që ata janë thjesht patronazhist dhe Rama ka ndërtuar një skemë bashkë me Rion Velin, e cila janë gjithë patronazhist. Pra do bëja një reformë të plot të administrimit pallateve. Shkojmë pasaj ke një nga pikat më të rëndësishme që quhet terrori në Tiranë i Bashkisë Tiranë. Që është policia bashkiake, është edhe, siç e dim, IKMT-ja. Pika parë do shkarkoja nga puna e erë gjithë policinë bashkiake komplet. Zero. Fush. Askush, sepse të gjithë kanë qenë detyruar me dëshira me pahir, me dëshira apo me vullnet, që të bëjnë rolin e terrorit në qytetin e Tiranës. Dhe asnjë nga ata nuk e meriton që të qëndrojë aty, nëse dikush e meriton të kandidojë përsëri, por për të rekrutuar polici bashkiake është gjë më e thjeshtë. Një konkurs ti e hap dhe e ke gati dhe e zëvendëson për një herë policinë bashkiake. Dhe ka boll djemë dhe vajza të mirë në këtë qytet, boll burra dhe gra, që mund ta bënin shumë mirë shërimin e këtij qyteti nga terrori i bashkisë. Që bëhet nëpërmjet IKMT-s dhe nëpërmjet policisë bashkiake. E njëjta gjë edhe për inspektoratin përkatës. Shkojmë ke elementi tjetër që ka të bëjë me deklarimin, me vetë deklarimin e teknikës të shtesave të rregullimeve të brendshme. Një kolon, një gjë etj. Kjo është përdorur si gjop nga Bashkia e Tiranës për të nxjerrë jetën e qytetarëve të Tiranës dhe sa procedime penale janë bërë për një cop dritare, për një mbajtëse dritare e kështu me radhë. Avokat, për ta realizoja pikërisht
Për ta përmbyllur së bashku me të gjithë planin tënd, në qoftë se ju do të ishit kandidat i Bashkisë së Tiranës. Fjala e fundit. Unë do thoja që kandidati për Bashkinë e Tiranës duhet vërtetoj që s'ka lidhje me Sorosin dhe duhet jetë kundër Sorosit. Duhet mbroj fëmijët, duhet mbroj familjet shqiptare nga qeveria. Por ajo që është më e rëndësishmja, të pastroj fytyrën e vet në një fushat e cila do të syndoj pikërisht të gjej pika dhe të ndërtoj pika dopta. Unë i kujtoj Florian Binës, që fushata e Partisë Socialiste që kam nuhatur dhe studiuar nga ana e pushtetit se si do e bënte, dhe se kam vëre këto ditë, dhe se kam lexuar në rreshta, do të jetë akuza kryesore ndaj atij që ai është kandidati i Xenit. Dua t'i kujtoj Florian Binës që do të jetë sfida e tij më e rëndësishme të vërtetojë që nuk është kandidat i asnjë grupi, asnjë familje, asnjë njeriu, por të jetë kandidat i qytetarëve të Tiranës. Sa do e bëj ai, varet nga ai. Unë do të kisha shumë thjesht për ta bërë, siç e kam bërë. Qartë. Faleminderit shumë që ishe sot në Fakti Serioz Avokat. Faleminderit. Ne shkëputemi në publicitet.